16 krime të reja ngjitën prej mbrëmjes së të hënës në skenën e teatrit Migjeni në edicionin jubile të 10 të festivalit Lule Borë që si vjet vjen me risi dhe surpriza. Kur na ndajmë pakor nga nisja kësaj ngjarje të rëndësishme artistike, organizatorët dhe grupi punës ka zgjedhur të ndajë detaje me publikun mbi dy netat e këtij festivali. Komplimente natyrisht për gjithë atë pjesë të krijuesve që kanë punuar deri tani. Si vjet u mendua që të vim me një grup tjetër artistësh, me një staf tjetër, duke filluar nga drejtuesit artistik, nga udhëheqësit artistik, maestro Zef Çoba, soprano Iva Mula, të cilët janë drejtuesit artistik, por një risi është edhe ardhja e dirigjentes Elda Laro. Festivali Lule Borë ka një fizionomi të perceptuar vetë nga emërtimi që ka marrë, dhe është një thirrje e hapur, ashtu sikur edhe thatë edhe ju, është një thirrje e hapur, i ftesë e hapur për krijuesit, jo vetëm nga Shkodra, që sigurisht ka interes levrimi i mendimit krijues edhe nga krijuesit shkodran, por është thirrje e hapur për të gjithë bashkëpunëtorët. Nga këto përorje, për këtë vit janë zgjedhur 16 këngë që të jenë këngët që do ta zbukurojnë këtë festë muzikore, por sigurisht do të sjellin edhe atë që është në fund dhe atmosferë e festivalit edhe atë konkurrencë artistike. Nata finale e festivalit, ta quajmë kështu, do të vijë me një risi shumë të bukur sepse do të ketë edhe nota nostalgjie të ftuar special dhe emra shumë të njohur të Shkodrës. Do doja të theksoj edhe diçka shumë të bukur, ta themi atë që është për thënë Shkodra sot është bërë një ftesë shumë e bukur për të gjithë Shqipërinë, për të ardhur për ta vizituar. Një rol të veçantë në këtë festival do të luajë edhe orkestra në interpretimet live të krijimeve të reja. Festivali Lule Borë për mua është diçka e re, është hera parë që dirigjoj dhe që kam kënaqësinë të bëj këtë gjë, kështu që jam shumë e lumtur. Më vjen shumë mirë, kam dëgjuar këngët dhe materialet që këtë vit janë ndryshe dhe kanë atë karakterin e trashëgimisë mirë të muzikës qytetare, por edhe të sjell në kohë. Gjithashtu jam ndier mirë në këtë ftesë, edhe sepse një koncept i imi dhe joni i përbashkët që duket pak më tepër modern se që duhet, që është pak i guximshëm në skenografi dhe në realizim, është mirë pritur. Përveç se zhvillimit që ka ky festival nga ana e krijimtarisë, shoh që ka vokale shumë të bukura, të rinj dhe të reja që janë afruar kësaj skene, gjë të cilën për mua më bëhet zemërmal dhe më gëzon shumë ky fakt. Domethënë që ka risi nga më të ndryshmet ky festival. Ky festival sjell përpara publikut ardashës krijime të reja muzikore që ruajnë dhe pasurojnë traditën e këngës së autorit kultivuar ndër vite në Shkodër. Një ndër synimet kryesore të Lule Borë është emancipimi i këngës së trashëguar, duke sjellë atë në kohë përmes aranxhimeve moderne dhe produksionit bashkëkohor.